Përshëndetje, para pak ditësh më është bërë një breti e vogël, bën video, por nuk dukesh ja ku jam. Motivi është që ju të thelloni sa më shumë te pjesa e shpjegimit në video. E para, e dyta, se si ka qenë rrugtimi yt në zanatin tënd. As pak e lehtë, me vështirësitë e veta, me uljet e ngritjet, por me dëshirë dhe me vullnet guxim arrihet çdo gjë. Po e përmbledh pak rrugtimin tim. Eksperienca e parë ka qenë në vitin 96-97, Durrës. Pasi mbaroja punë në rrobëqepsi, shkoja boja kurs për të prerë dhe për të qepur, më është dhënë një diplomë, me diploma më ka shërbyer shumë, me thënë të drejtën. Pas sa kohësh emigruam si shumë shqiptarë në atë kohë, e jona ishte në Gjenova, vështirësitë ishin të shumta. Zanati ishte me pikë pyetje nëse do ta ushtroja apo jo. Fatmirësisht pas sa kohësh më doli veni punës dhe për fat të mirë aty ku punoja u qepnin rrobat me cilësi të lartë, pasi ato shkonin në Milano për sfilato. Ishte Giorgio Armani, Versace, Prada e gjithë këto markat me radhë. Aty punova si kampioniste, qepja domethënë nga fillimi deri në fund, edhe ajo më thelloi jashtë mase si zanat. Pas sa kohësh fatkeqësisht firma u mbyll. Më vonë fillova punë me një laborator në të cilin aty qepnin rroba për fëmijë, u thellua edhe te pjesa e fëmijëve. Më vonë, domethënë e fundit, para se të kthehem në Durrës, ka qenë Silki dhe është akoma edhe sot e kësaj dite është firma aktuale. Edhe aty qepen rroba, me thënë të drejtën, të cilësisë lartë, sepse ato shkojnë në të gjithë botën. Është copa e linos, është copa e pambukut, seta, kashmir, e gjithë ato markat e copave. Po gjëja, domethënë që doja ta nënvizoja është sepse nga punëtore me kualitet kalova të kontrolloja cilësinë e punës dhe aty u kompletova totalisht, domethënë si punëtore edhe në këtë zanat. Megjithatë, motivi i videos është që meqense se tani zgjat edhe dita, kam organizuar kurse online, kush ka nevojë, sikur edhe për vete, për një palë pantalloni apo diçka të vogël, një kopës që doni ta vini vetë, mund të më shkruani për çdo lloj informacioni do ta merrni. Pastaj për ato që duan tamam ta bëjnë si zanat, koha do të jetë më e gjatë, shpjegimi do të jetë më i gjatë njëkohësisht. Praktika do të jetë mirë që të bëhet në prezencë, sepse do të prekësh copën nga afër, makina do t'i njohësh, se kjo, domethënë kjo shko zinxhir. Mirë, do të presh e do të qepësh, po do të njohësh edhe pjesën e makinave. Megjithatë, për çdo lloj informacioni, numrin tim do ta keni aty. Ju mirëpres, kush ka dëshirë, na bashkohet. Ju falenderoj.